ishte ky regjim. U përballët 13 vite me një regjim që në mënyrë të vendosur shkatroi një nga një vlerat e sapo krijuara në këtë sistem demokratik. Vlerat e një shoqërie të lirë, të cilat duhet konsolidoheshin. Në qoftë se në diktaturën e kishim një zëri popullit që mashtronte shqiptar, sot janë 10 të tilla. Fletushka, portale, televizione që mashtrojnë nga mëngjesi gjendar qytetar shqiptar. Glorifikojnë të keqen, fshehin të vërtetat, sulmojnë opozitën, sepse ushqehen çdo ditë me paratë e vjedhura tuajat. Në qoftë se në vitin 2013, pas një sagë gjatë varfërie, ne ja dolëm të kemi në Shqipëri rrogat dhe pensionet më të larta në rajon. Gjatë këtyre viteve, ne u rrokullisëm përsëri të fundit në rajon për rroga dhe pensione. Pra, u ndala te këto faktor për të theksuar se sa të vështira kanë qenë për secilin për jush, njerëz me ndërgjegje politike, njerëz me idealet larta njerëzore, patriot, abdedashës, sa të vështira kanë qenë këto 13 vite në opozit. Por miqtemi, dy gjëra duhet mbajmë parasysh. Së pari, kush jemi ne? Kush jemi ne demokratët? Në qoftë se kthejmë kokën mrapa, ne demokratët, për ne demokratët politika, jepëmëtaria jonë politike është arti të pamundurës. Ne të pamundurën e bëjmë të mundur. A mund të imagjinoni ju? A mund të imagjinoni ju vitin 91-92 kur erdhëm në pushtet? Të gjitha premtimet tona ishin premtime idealiste. Asnjë nga ne nuk njifte asnjë nga praktikat që duhet të zbatonin për realizimin e tyre. Vinim të gjithë nga një sistemi të mërshëm ku njohuritë tona fillonin dhe mbaronin me ekonominë socialiste në rendin socialist. Por ne, besimtar tek Zoti dhe tek idealet fizike të njeriu, arritëm me shpejtësi të madhe të hedhim bazat të Shqipërisë sistemit demokratik. Shqipëria, në atë periudhë, nga vitin vit, dyfishonte të ardhurat. Shqipëria, vendi më i kolektivizuar, një lloj si Korea e Veriut sot, arritin 4 vite vendi më i privatizuar, vendi i iniciativës lirë tuaj. Shqipëria u hap ndaj botës. Por, siç dihet, patëm një moment shumë të vështirë, shumë të rëndë. Skemat piramidale nuk do të bëj historinë e tyre. Ne nuk i njihnim, por pse s'ki njihnim, përgjegjësia ishte jona. Dhe ne morëm atë përgjegjësi
dolem në opozit, u përpoqen të na zhduktin, u përpoqen të na fshin nga faqja e dheut, u përpoqen që emri ynë të harrohej. Por çfarë ndodhi? Por kundrazi, ne u ngritëm si Feniksi nga hiri. Ju një dishmitar. Ku e nisim ne në vitin 97? Dhe pse u ngritëm? Po, u ngritëm për dy arsye. E para, ne u treguam të ndershëm me qytetarët. Qeveria nuk ishte prek asnjë qindark. Asnjë qindark. Dhe e dyta, ne u thamë qytetarëve ato para nuk i kthejmë ne. Pse? Sa nuk ishte një borxh i marrë nga qeveria. Dhe për ta kthyer atë, qeveria duhet të merrte parat tuaja që s'kishin vu para në skema piramidale dhe t'u jepte atyre tjerëve. Kjo ishte pastaj betejë për karrige, e pa moral, e pa ndershme, dhe ju kujtohet shumë mirë kur rivali im bënte fushat, do t'u kthej çdo qindark, unë ju thash qytetarëve se nuk mund të kthej asnjë qindark, përveç atyre që janë në llogaritën e firmave. Sepse borxhi është i vjetër sa vetë njeriu, dhe njeriu një borxh që se ka marrë nuk e njeh kurrë. Sa do e dhimbshme ishte kjo, po ju them unë ty, nëse do kishim bërë të kundërtën, s'do ishim sot në këtë sallë. Ne qëndruam të hekur pavarësisht nga çmimi që mund të paguanim në një parim të drejtë të ndershëm, në një moral. Nuk mund të mirë ti paratë e tjetrit që kishte vendosur në banka për të shlyer llogaritë aty tjetrit që ishte vendosur në skema. U përpoqen, çfarë akuzash nuk bën? Krime kundër njerëzimit. Dilnin me një shishe Pepsi përpara, thonin që ky është një helm i tmerrshëm ushtarak. Po ne sulkunën. Ne vazhdojmë në idealet tona, në besimin tonë. Dhe ju e dini që në zgjedhjet e 2001-shit, logoja e Partisë Demokratike ishte logoja më e votuar në Shqipëri. I plaçkitën, i morën, por nuk ishte shumë. E kapëm Hajdurin për fytyrë. E kapëm. Mbrojtëm votën. Një komunitet ndërkombëtar u detyruat të ndryshojë raportin, përmbys raportin